Opinion nga Halil Geci. LDK-ja nuk mund të rinjallët pa largimin e klikës që e ka çuar në rënje. Partia e Ibrahim Rrugovës, dikur shtylla kryesore e shtetë ndërtimit të Kosovës, sot vazhdon të endet në një rrjedh vicioz të humbjeve të njëpasnjëshme. Shkaku është i qartë. Brenda saj ende dominojnë ata që e kanë degraduar dhe e kanë çuar drejt dobësimit. Mbështetësit e Isa Mustafës, Hashim Thaçit, Lutfia Zirit, Avdullah Hotit, Lumir Abdixhikut dhe rrethit e tyre të ngushtë. Këta individ dhe grupet që i rrethojnë kanë shndërruar LDK në një strukturë të pafuqishme, pa vizion dhe pa kapacitet për t'u ringritur, pavarësisht se kush u dhëq, me apo pa Isën, me apo pa Azirin, me apo pa Kicën, rezultati mbetet i njëjtë, vendi i tretë, dhe kjo nuk është as pak rastësi. Kjo është trashëgimi e drejtimit të Isa Mustafës, një strategji e qëllimshme për ta mbajtur partinë në një ngjitje të kontrolluar, duke i frenuar energjitë transformuese dhe duke mos lejuar që LDK-ja të synojë më lart, jo nga mungesa e elektoratit, por nga frika e strukturave të kapura që nuk e duan rikthimin e saj si forcë politike. Aq më keq kur familjet që përfaqësojnë vlerat dhe kontributet e luftës dhe të paqes i mbështesin e i duar trokasin këta ileqar. Kjo është pikërisht ajo plag që do ta mbaj peng LDK-n edhe për shumë kohë. Kjo u pa qartë edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare, edhe pse mbetën në vendin e tretë, disa brenda partisë këtë i quajnë sukses. Pse? Sepse e dinë që një rezultat më i lartë do të nxirrte në sipërfaqe përplasjet e brendshme mes grupeve të interesit që e kontrollojnë partinë. Nëse LDK-ja dëshiron të rikthehet si forca kryesore politike në vend, nuk mund ta bëjë këtë me të njëjtët njerëz që e kanë çuar nga humbja në humbje. Ka ardhur koha për reflektim të thellë, për përgjegjësi dhe për largimin e atyre që e kanë kapur partinë për interesa personale. Koha për ndryshim ka kaluar. Ata që e rënuan, e mashtruan dhe e çnjerëzuan LDK-n kanë emra dhe duhet të largohen. Rrugovizmi dhe vlerat e vërteta të LDK-s nuk mund të rinjallen pa një pastrim të thellë dhe të ndershëm. Vetëm atëherë mund të ketë një rilindje të vërtetë. Vetëm atëherë LDK mund të rikthehet rrugës së Rrugovës.